Ishte një djalë i ri që punonte si kamarier në një restorant luksoz. Çdo ditë ai shërbente ushqim për familjet e pasura duke buzëqeshur me përullësi dhe kur disa prej tyre trajtonin keq. Në mesin e atyre që vinin shpesh ishte një grup studentesh kolegjit të cilët gjithmonë talleshin me të. "Hey kamarier", thriste njëri prej tyre. "A fiton mjaftueshëm sa për të bler kputuc që shkojnë me pantallonat e tua?" Ato qeshin me zot lart sa herë që ai kalonte, por ai nuk u përgjigj kurrë. Ai vetëm buzëqeshte, punte kokën dhe vazhdonte punën e tij me dinjitet dhe qetë. Njëra nga vajzat në atë grup, një vajzë e hedhur, shpesh tallej. "Nëse dëshiron një punë vërtet, edhe pastro kputët ndonjëherë." Të tjerët shpërthejnë me të qeshur. Kamarieri thjesht përkuli kokën me mirësjellje dhe u largua. Vite më vonë, një ngjarje madhështore korporative u mbajt në një nga hotelet më luksoz të qytetit. I njëjti grup shokësh tashmë më të rritur dhe të veshur me kostume të shtrenjta morën pjesë në ngjarje për të takuar investitorin e ri, i cili sapo kishte blerë gjithë zinxhirin e hoteleve. Ato ishin kurioztar të shihnin se kush ishte ky investitor misterios. Kur drita të ulen, një burr doli në skenë i veshur me një smoking elegant, fytyra e tij duke e njohur. Ishte i njëjti kamarier me të cilin ato talleshin. Turma dur trokiti ndërsa ai mori mikrofonin. Ai buzëqeshi ngrohtësisht dhe tha: "Dikur kam shërbyer në tavolinat këtu, atëherë kur nuk kisha asgjë tjetër përveç ëndrave. Shumë qeshin me mua që isha kamarier, por çdo pjatë që mbaja, çdo fytyrë që dëgjova u bë një mësim. Sot unë e bleva këtë vend, jo për të treguar hakmarrje, por për të treguar se respekti nuk kushton asgjë dhe mirësia nuk dështon kurrë." Salla u bë e qetë. Vajza që e kishte tallur uli kokën, e pa aftë për ta parë në sy. Burri e mbylli fjalimin e tij me një buzëqeshje të butë. Kurrë mos e shihni me përbuzje dikë që punon shumë, sepse një ditë ai mund të jetë shumë më lart. Më shkruajnë në komente nëse beson se përullësia dhe puna pa lodhur fitojnë gjithmonë. Zoti Bekov.